do desha një prezantim tuaj fillimisht. Atë shumë faleminderit Ardi për ftesën dhe e vlerësoj. Unë jam Xhemal Xheri dhe punoj pranë organizatës PPN-a, Organizata për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri, me emrin kryesisht me studimin e jetës së egër, të fokusuar kryesisht tek këto lloje që janë të rrezikuara në nivel kombëtar por edhe global. Shkurtimisht mund të përmend disa lloje për shembull si rrëqevulli i Ballkanit, kali i Qyqes ose pelikani kaçurel, lloje të cilat janë shumë të rralla, si në nivel kombëtar por edhe në nivel ndërkombëtar, dhe PPN-a bën ato përpjekjet e veta, jo vetëm për t'i studiuar, por edhe për t'i konservuar, për t'i ruajtur nga zhdukja që i kanë noset. Dhe kohët e fundit, siç mund ta keni parë, ne jemi hasur me zhvillime shumë të frikshme, në fakt brenda një prej zonave më të rëndësishme të vendit tonë, një prej zonave të mbrojtura më të rëndësishme, siç është ajo e pishporës nart ose vjos nartës. Bile pishporon në nart është më e afërta, që është vënë re një ndërhyrje në dëmtimin e infrastrukturës, po themi, biologjike. Pasi mjetet e rënda janë ekspozuar, kanë filluar të bëjnë ndërhyrje, duke shpyllëzuar, duke trembur gjallësën rreth rrotull. Mund të na përshkruani diçka rreth kësaj? Po, patjetër. Shumë faleminderit që edhe një herë, se nuk e dija e përmenda, që po i dedikoni një hapësirë kësaj çështje, pasi jo shumë media në fakt po e trajtojnë këtë si problematik. Në fakt kemi të bëjmë me një lloj pushtimi në një farë mënyre, pasi zona e mbrojtur, pishpora nart, është një peizazh natyror i mbrojtur me ligj, i njohur për vlerat e biodiversitetit jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe ndërkombëtar. Duhet përmendur këtu fakti që kjo zonë ka status zonë e rëndësishme për shpendët në nivel ndërkombëtar, zonë kyç për biodiversitetit prapë në nivel ndërkombëtar. Është zonë e cila, nëse futemi në Bashkimin Evropian, do të quhet gjithashtu zonë Natura 2000, pra një zonë me vlera shumë të larta. Por përpos faktit që është zonë e mbrojtur dhe mbrohet me ligj, kohët e fundit, siç e keni parë, siç mund ta keni parë, po bëhen disa zhvillime shkatruese brenda zonës qendrore të kësaj zones mbrojtur, dhe konkretisht bëhet fjalë për një resort që është përfolur, një resort të madh me ndërtesa dhe pallate nga 1 deri në 6 ose 8 kate. Pra bëhet fjalë për një mini qytet, me pak fjalë, e cila do ndërtohet në një zonë qendrore për biodiversitet ose për natyrë. Sigur të mos mungonte shkatrimi që po i bëhet me aeroportin e Vlorës, asaj zone, po vazhdon me resortet të cilat janë planifikuar aty, dhe deri diku misterioze. E them këtë misterioze sepse ne si organizat kemi kohë që kërkojmë përgjigje drejt institucioneve përkatëse, se kush po ndërton, kush është kompania, nëse janë bërë studime paraprake të vlerësimit të ndikimit mjedis, nëse ka një studim fizibiliteti e të tjerë, por është ende mister. Domethënë bëhet fjalë, momentalisht është hedhur çakull në të gjithë zonën, ka pas një rrethim, pilota betoni, dhe akoma nuk dihet se kush po bën, ku është leja e ndërtimit, ku është leja e zhvillimit, ku është studimi për ndikimin mjedis etj. Pra, kemi të bëjmë një projekt misterioz i cili po zbatohet dhe institucionet nuk po reagojnë fare. Koha kur punohet atje është në mbrëmje apo ditën për diell? Ditë natë, edhe ditë pushimi. Vetëm vullnetarët tanë që kanë qenë rreth e qark zonës, dhe ditën e dieshme që ishte ditë pushimi, ose të shtunën, makinerit vazhdojnë e punojnë. Keni mundësuar, më falë për ndërhyrjen, keni mundësuar fotografimin ose video për ta ilustruar këtë akt, të themi, të ndërhyrjes në mjedis?
Po, kemi foto e video të ndryshme të cilat po bëhen si brenda zonës, por edhe në kufin e saj. Vetë rrethimi që po i bën zonës nga dy anët bëhet fjalë për rreth një sipërfaqe prej afro 400 hektarësh, 400 deri 600 hektarësh, e cila është rrethuar me tela gjëmbi. Domethënë, a thua sikur është një zonë kaq domethënë private dhe ku nuk mund as të fotografosh brenda saj. Ku ndërkohë që deri par dje ishte një prej xhevaireve të vendit tonë, ku çdo shqiptar mund ta vizitonte. Ndërkohë si papritur për punë një javë, 2 javë, zona u rrethua dhe i janë vendosur edhe portat dhe është e pa aksesueshme nga çdo qytetar. Për të qëndruar te kjo, sa e rrezikon jetën e gjallësës një rrethim i kësaj natyre dhe çfarë dëme shkakton? Atëherë nuk di nga t'ja nis, sepse në vërtet shoqëria civile mjedisore është e shokuar nga kjo që po ndodh dhe nga shpejtësia që po ndodh. Kishin pasur edhe raste të tjera të zhvillimeve infrastrukturore, por merrnin atë kohën e vet. Por raste të tilla janë të frikshme, në kuptimin që për një kohë 10 ditore të vinë qindra kamion me çakull dhe të shtrojnë rrugën e tjerë, bëhet fjalë për një shqetësim shumë të madh që ne mendojmë që i shkaktohet faunës egër, faunës dhe florës. Duke filluar nga habitatet. Në bregdetin e Porto Novos gjenden to dunat fantastike renore, peizazhe të cilat janë dashur qindra vite që të krijohen dhe pa pritur shkatrohen brenda një dite. Duke vazhduar pastaj te fauna, te llojet shpendet ose gjitarë që ndodhen aty, të cilat do i prishet habitati i tyre si i qëndrimit, si i dimërimit, por edhe folëzimit. Pikërisht në këtë periudhë, shpendet e ndryshëm që ndodhen në gjithë ligatinat e vendit tonë dhe në Vjosnart janë një proces folëzimi. Pra shumica e tyre janë në vezë tashmë. Dhe makineritë e shumta që i kalojnë afër rreth e qark sigurisht që i kanë shqetësuar dhe i kanë zgjapsur në një farë mënyrë dhe kanë ndërprer ato proceset e tyre biologjike. Pra, këtu çdo gjë po bëhet me shpejtësi, një shpejtësi të frikshme, dhe dëmet në mjedis janë të mëdha dhe do jenë akoma më të mëdha në vijim. Ju përmendët që çakulli po hidhet me shpejtësi, nga merret, nga cila zonë? Keni arritur ta ndiqni ose ta përcaktoni? Nga informacionet që ne kemi nga disa vullnetarë, po nuk i kam të sigurta, merret kryesisht në rrethinat e Vlorës, në lumin e Vlorës, diku aty afër. Po duhet përmend një fakt shumë interesant, në një prej këtyre ditëve të javës shkuar, vetëm në një orë kaluan 70 kamion. Pra, merr me mend se sa kamion çakull në ditë shkojnë te kjo sipërfaqe e caktuar. Pra, është një investim shumë i madh dhe një nxitim shumë i madh nga kompania që po realizon këtë. Çfarë mendoni ju, cilat do të jenë hapat më tej tuaja për ndërgjegjësimin? Atëherë ne po punojmë për ndërgjegjësimin e popullatës, po punojmë paralelisht edhe për të marrë informacionet e duhura se çfarë po ndodh në zonë ose cili është kuadri ligjor ku po punohet te kjo gjë. Gjithashtu realizuam një protestë javën e shkuar, planifikojmë ditën e nesërme përpara Ministrisë së Mjedisit të realizojmë një protestë tjetër. Gjithashtu dhe javës tjetër planifikojmë prapë një protestë tjetër, pra do jenë një sër protestash për të ngritur zërin e tonë, zërin e qytetarëve, zërin e specialistëve të mjedisit mbi këtë shkatrim që po i bëhet natyrës, zonave të mbrojtura dhe pasurive tona kombëtare. Kur ka qenë protesta e fundit që ju bët përpara Kuvendit të Shqipërisë?
Përpara kuvendit të Shqipërisë kanë qenë në vitin e kaluar ose në 2024, në 2025 janë bërë disa protesta për të ngritur zërin për çështjen e ligjit të zonave të mbrojtura. Pasi menjëherë pas miratimit të këtyre ndryshimeve të fundit në ligjin për zonat e mbrojtura ose për këto zhvillimet infrastrukturore që mund të zhvilloheshin brenda zonave të mbrojtura, kryesisht tek zonat me status peizazhi mbrojtur ose monumente natyre, ne kemi realizuar disa protesta dhe i kemi në një farë mënyre e kemi ngritur këtë çështje edhe në nivel ndërkombëtar në Bashkimin Evropian gjithashtu në konventat e caktuara, konventa e Bernës, konventa e shpendëve shtektues e të tjerë, për të adresuar këtë problematikë, pasi nuk është vetëm problem kombëtar. Me vërtet problemi kombëtar është kryesor, por këtu kemi të bëjmë dhe me shpend ose lloje të cilat janë shtektues. Lloje të cilat nuk e se na përkasin ne si vend. Ato me vërtet disa lloje shpendësh vinë dhe kolezojnë në vendin tonë, kryesisht periudhën prill, maj, qershor, korrik, gusht dhe ikin në shtator, por këta shpend janë shtektues. Këta shkojnë në Bullgari, në Rumani, në Turqi, në Afrikë. Gjithashtu bëhet fjalë për shpendet që vinë nga Europa veriore drejt vendit tonë kryesisht gjatë periudhës dimrit. Pra janë qoftë edhe kolonitë e flamingove që janë prapë shumë më larg. Po, kolonitë e flamingove për shembull ne kemi të vërtetuara që vinë kryesisht Itali, Francë, Turqi, pra kemi lloje aty që nuk është se gjenden vetëm në Shqipëri dhe janë shpend të cilat gjenden edhe në vende të tjera dhe vinë nga vendet e tjera dhe në një farë mënyre duhet t'i mbrojmë dhe jo t'i shkatrojmë habitatet e tyre. Dua t'ju tregoj vetëm një eksperiencë, një përvojë si thua personale. Në qytetin ku unë jetoj, duhet kujdesem vetë për pastrimin e pronës time, rreth e rrotull, barishteve, degëve të pemës e me radhë. Tani pikërisht është koha ku zogjt folenizojnë, bile disa kanë çelur. Vitin e kaluar ka pasur një furtunë e cila rrëzoi si thua folen dhe ne ishim të detyruar të njoftonim autoritetet përkatëse që kjo ka ndodhur, do nuk është efekt si thua njerëzor që ka ndërhyrë dhe përpos kësaj veç falënderimit që morëm, dëgjonim dhe këshillën ose bashkë me si thua fqinjet e tjera të rrotull, është ndaluar të prekësh qoftë dhe në pronën tënde, ti trazosh si thua jetën një foletës apo ndërtuar, çfarë do lloj shpendi ose ngjallëse të jetë. Dhe këtë po e them në raport me atë që disa ditë më parë, duke kërkuar rreth një konferencë për shtyp që u bë mbi gjendjen ose situatën, a funksionon, a nuk funksionon, a do të funksionojë apo nuk do të funksionojë aeroporti i Vlorës, asnjë nga gazetarët nuk ngriti një pyetje rreth ekosistemit lagunës dhe të them të drejtën nga kjo analizë, kur shikoja që janë 200 lloje shpendësh, janë 70 lloje në rrezik, do në rrezik si thua të shfarosjes nga gjallësa e asaj lagune, pra për rrezik botror të shfarosjes. Ndjesia e parë vjen, a mund t'ia shpjegojmë njerëzve, mund t'ia shpjegojmë politikës, mund t'i ndërgjegjësojmë këta aktor edhe si thua personalitete qoftë të shkencës, qoftë ekonomisë, për të kuptuar njëre mirë që ato 200 lloje sa janë si inventar zogjsh që ju bëni. Dhe këtu nuk flitet për 200, por flitet për mira, si thua individ dhe specie që gjallojnë atë lagunë aty ose pjesën rreth e rrotull gjirit të Vlorës. Atë është shumë e vështirë, në fakt, ti mbushësh mendjen një ministri se sa e rëndësishme është kjo zonë. Nuk po përmend fare shërbimet e ekosistemit që ne si njerëz i marrim nga proceset natyrore që ndodhin në lagunë. Por mund të përmend
Mund të vazhdoj të ajo që sapo ju thatë, që ndodhen rreth 200 lloje shpendesh. Dhe këtu janë lloje, por ama si individ mund të janë mire. Pra, është një ekosistem i cili është shtëpi e njërave shpendve, disa për tyre në nivel të rëndësishëm në nivel ndërkombëtar. Dhe si e tillë, minimalisht një vend i Bashkimit Evropian ose një vend kandidat duhet siguroj që habitati i tyre ose proceset e tyre biologjike të jetë funksional ose të jetë i mbrojtur. Por kjo nuk ndodh. Përpos se nuk ndodh krejt e kundërta. Shkatrohet ky habitat. Pra, është shumë e vështirë që të ndërgjegjësos klasën politike, por sigurisht që qytetarët duhet të jenë shumë të vëmendshëm dhe të ndjeshëm krejt kundrejt kësaj çështje, sepse është një çështje që na prek të gjithë, është një çështje që preken vlerat tona natyrore, dhe bëhet fjalë për një zonë e cila prej disa ditësh tashmë nuk do të ketë mundësi të aksesohet nga kushdo. Pra është një zonë totalisht e mbyllur dhe do të aksesohet vetëm nga disa persona të caktuar. Dhe si këto zona, me zhvillimet e fundit që ne po shikojmë, duket që i gjithë përgjithësi shqiptar pak nga pak po privatizohet. Dua të theksoj këtu që edhe delta e lumit Vjos planifikohet, me sa kemi parë planifikohet të ndërhyjet me prapë dhe këtu me një mini qytet të vogël. Ana tjetër e Vjosës ose Darzeza gjithashtu planifikohet të zhvillohet. Gjithashtu për fjalë prapë zona me shumë rëndësi të madhe ekologjike, një pjesë e tyre zona të mbrojtura. Në Rrioll ju e keni parë ndoshta, ajo është pjesë e zonës mbrojtur të Velipojës, zonë Ramsar gjithashtu në nivelit ndërkombëtar. Një zonë, projekti që po ndodh aty momentalisht është pjesë e zonës Ramsar, pra ka një rëndësi të madhe ekologjike në nivel ndërkombëtar. E kështu e me radhë. Pra janë një sër zonash kryesisht në Bregdet, të cilat i rrezikohet statusi i tyre ekologjik dhe shumë prej llojeve që folezojnë, qëndrojnë, ushqejnë te këto zona do t'i humbin, për fat keq. Kush janë pikat tuaja të kontaktit në Kuvendin e Shqipërisë dhe në Bashkimin Evropian për të bërë këtë ndërgjegjësim? Dhe sa i ndiqni ose sa përgjigje pas merrni? Po, atëherë për fat keq vetëm shumë pak deputet të parlamentit të vendit tonë janë të ndërgjegjshëm për çfarë po ndodh. Ka pasur disa prej tyre, si zoti Muçi, që e ka ngritur çështën në parlament, por për fat keq një pjesë e madhe dy partive kryesore si Partia Socialiste dhe ajo Demokratike nuk e kanë përmendur këtë si çështje. Dhe ky është fati jonë i keq, sepse bëhet fjalë, siç e thash, për një zonë shumë të rëndësishme. Ndërsa në nivel ndërkombëtar ne po punojmë kemi vënë në dini institucionet kryesore europiane, Bashkimi Evropian, Komisionin Evropian gjithashtu, personat përgjegjës që janë pranë DigiNear ose komisionerët përkatës për mjedisin dhe për aksesimin e Shqipërisë brenda Bashkimit Evropian, lidhur me situatën që po ndodh dhe shkatrimin që po ndodh brenda kësaj zone të mbrojtur. Sigurisht në sytë e tyre nuk është një gjë e mirë, vetëm pak ditë para ca ditësh nga një komunikim që kemi pasur, nga një përditësim që kemi pasur me pjesëtarë të konventave të ndryshme të cilat Shqipëria i ka ratifikuar, konventa e Bernës, konventa e Shpendëve Respektues, nuk janë të kënaqur, nuk e shohin as pak pozitive dhe përkundër e shohin të zymë të vendin ton ose politikbërjen nga ana mjedisore, politikbërjen mjedisore, e shohin shumë të zymë dhe shumë të keq. Keni ndonjë kështu të dhënë për sa i përket aeroportit, sa në rrezik është vetë dhe ai si ndërtim për ta sjell jo vetëm thjesht si mbrojtje të gjallësës atje, por edhe si rrezikshmëri e përmbytjes?
Po, në fakt ka disa projekcione, ka disa studime që flasin për tokën aty, ose projekcione të cilat kanë të bëjnë me rritjen e nivelit të ujit, dhe bëhet fjalë për një rritje të nivelit të ujit në 10-20 vjeçarin e ardhshëm, 2030-2050, çka e bën shumë vulnerabël atë sezon, të gjithë sezon, jo vetëm aeroportin, për të gjithë sezon. Duhet kuptojmë këtu sepse ajo zonë ka qenë para shumë vitesh ka qenë lagun, ligatim. Ndonë se është dranazhuar dhe është tharë gjatë periudhës komunizmit, por gjithsesi projekcionet e ardhshme për atë zonë është në përmbytje. Me sa kemi parë, në aeroportin e Vlorës është hedhur goxha material dhe janë hapur kanalet kulluese, por gjithsesi çdo dimër edhe sot e kësaj dite, unë isha vetëm përpara 2 ditësh, pjesa rrethuese e aeroportit është e mbuluar në ujë. Po. Edhe unë kam parë. Në dhjetor, në janar, që ka shira, ose mars. Përpara disa ditësh që unë isha aty, ishte pjesa rrethuese, anash, le të themi taxiway, runway, pistës, është në ujë. Kështu që këto janë investime të cilat duhet të mendohen mirë përpara se të realizohen, dhe ne si organizat prej kohësh përpara se të bëhesh investimi e kemi shprehur qartë që të konsiderohen alternativa të tjera dhe jo kjo alternativë pikërisht në brenda zonës mbrojtër. Po mbaj mend me Unionin kemi ne dhe ju, po e them kështu nga ana e qëndrimeve, herët në 2021-shin, 2022-shin kemi pasur biseda thjesht për të paraqitur për bërë një lloj ndërgjegjësimi, po kur shoh tani që kanë kaluar 5 vite, thuaj se asgjë nuk ka ndodhur në raport me sa i është marrë kësaj gjallëse, pavarësisht punës dhe përpjekjeve tuaja. Punimet aty tek aeroporti i Vlorës janë duke vazhduar, pavarësisht se edhe çështjet gjyqësore që ne kemi adresuar janë duke vazhduar. Pra ka gjithashtu shpresë se ne mund ta fitojmë çështjen. Ndonë se ka një dritë në fund të tunelit, nëse kjo dritë është në anën tonë, në anën e mjedisit, atëherë mund të jetë diçka pozitive, të paktën për fazën e operimit. Unë atë që shoh, nëse më lejoni, nga të gjithë zhvillimet e kohëve të fundit, pavarësisht procedurave ligjore, sipërmarrjeve ekonomike, bashkëpunimeve me jashtë, në pjesën e grup kapitujve, ku ju e lexoni të zezën mbi të bardhë që thuhet që ky aeroport nuk do të ndërtohet, pasi dëmi dhe ndërhyra në mjedis është kaq e madhe, unë këtu e shoh një përfundim të shpresës, po se si do arrim deri aty, nuk e kam shumë të qartë, dhe si thua kjo reklama politike që vendi do të hyjë në BE, po pa plotësuar të standard, kjo është një pjesë, si më thën, tepër demoralizuese për mua. Donë është thjesht një fasadë që ne po hyjmë dhe pas kemi gjithë këto, si thua, dëme, qoftë mbi natyrën, qoftë mbi ajrin, qoftë mbi ujin, të tërë këta element jetësor. Është vërtet, edhe unë personalisht jam skeptik. Mendoj që Bashkimi Evropian duhet të jetë më i sertë me ne, pasi kur bëhet fjalë për mjedisin, bëhet fjalë për jetën. Bëhet fjalë për jetën tonë, për jetën e fëmijëve tonë. Nuk është diçka që kalon kollaj. Ndaj edhe në këtë aspekt mendoj që duhet të jetë shumë i sertë, jo vetëm me ne, po me gjithë vendet kandidate dhe me vendet që janë anëtare. Mjedisi nuk është thjesht në fjalë goje. Unë shpresoj që ju të keni informacionin e duhur ilustrues dhe presionin e duhur në drejtim të autoriteteve vendore, Kuvendit Shqipërisë dhe Parlamentit Evropian për ta fituar këtë betejë. Kur ju pyeta për bashkëpunimin me
me antarët e kuvendit të Shqipërisë, kisha parasysh dhe 2 vite më parë protestat që janë një pjesë e me sa kujtoj zonja Zhupa ka qenë në atë protest përpara parlamentit. Po nuk është vetëm kjo pjesë e rëndësishme. A keni ju pika kontakti me deputet, pra me antarë të parlamentit, nga cili do krah për t'i pasur ata përgjegjës për punën që po bëni dhe si thua ti ndërgjegjësoni që të hapen seanca dëgjimi për këtë alarm që po shkaktohet mbi natyrën e Shqipërisë. Të mos jenë vetëm kredi politike, po të jenë një zgjim i ndërgjegjës së tyre dhe i banorëve ose i popullatës, një qytetarëve se çfarë po ndodh. Po, shumë vërtet. Në fakt, sigurisht zonja Zhupa dhe Tabaku kanë qenë shumë mbështetëse e kauzave mjedisore, sigurisht asaj të aeroportit. Kam besimin që dhe për këtë çështje ato do jenë shumë mbështetëse, ndonse nuk kemi komunikuar ditët e fundit, por jam i sigurt që buja e këtij lloji investimi që po bën ose komunikatat për shtyp që PPN-ja ka lançuar, besoj janë në djeni të situatës. Mënyra se si e shtroj pyetjen është e tillë që kemi një komision parlamentar për mjedisin. A mund t'i shkohet i trokitet atyre që në këtë situatë jemi? Nuk ka rëndësi, mjafton që të lihet, të bëhet ky depozitim dhe të pritet një situatë dëgjuese. Është një nga rrugët që ne po e ndjekim fakt. Edhe gjithashtu me çështjen gjyqësore. Sepse kjo çështje duhet adresuar dhe ligjërisht. Domethënë, ne po i ndjekim të gjithë rrugët për ta adresuar si çështje. Kjo është shumë e vërtetë, po. Atëherë t'i kthehemi një pjesë tjetër të përditshmërisë së punës tuaj. Ju më keni dërguar disa materiale, të cilat unë do kisha dëshirë t'ia bashkangjisja këtij bisedimi për ilustrim. Mund të më thoni përse mediat nuk janë prezente ose përse mediat nuk janë mikpritëse ndaj problematikave që u shtroni dhe fakteve reale dhe të freskëta që ju po tregoni ndërkohë. Në të vërtetë, as unë nuk jam i sigurt pse mediat kryesore nuk po e adresojnë si problematik, ndonse janë komunikuar, ndonse janë dërguar komunikime për shtyp, vetëm disa media e kanë adresuar si çështje. Dhe është për të ardhur keq në fakt, sepse është një çështje kombëtare, është një çështje me rëndësi që na prek gjithëve. Por fatkeqësisht nuk po trajtohet me rëndësinë e duhur, sidomos nga mediat për të ndërgjegjësuar popullatën në përgjithësi, por edhe për t'i ngacmuar sadopak politikbërjen tanë ose politikanët, ata që merren me vendimmarrje në një farë mënyre. Unë në emër të Unionit të Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës ju falenderoj për kontaktet, lidhjet që mbajmë dhe uroj që gjithmonë të kemi mundësi të kontaktojmë për këto çështje të ndjeshme dhe të shohim një rrugë zgjidhje. Shumë faleminderit për ftesën dhe për jehonën që po e bëni këtij lajmi. Faleminderit.